Ndoqëm konferencën për bashkët për mediat mes kryeministrit Edi Rama, komisioneres së Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos dhe njëkohësisht zonjës Mari Bjerë, ministre daneze e çështjeve evropiane. U hapën 4 grup kapitujt e tjera të Shqipërisë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ndërsa i gjithë procesi do të përmbyllet brenda këtij viti. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Ilir Aliaj, ekspert për çështjet e integrimit, pedagog. Zoti Aliaj, mirë se erdhët. Faleminderit, merci. Këto 4 kapituj është tranzicioni i gjelbër, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër dhe ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, që në tërësi të gjitha kanë të bëjnë me mjedisin. Kryefjala është mjedisi. Sa të rëndësishme janë? Këta janë kapituj shumë të rëndësishëm. Duhet kemi parasysh që Bashkimi Evropian ka agjendën e gjelbër 2050. Janë objektiva shumë ambicioze. Janë shumë ambicioze, kërkojnë shumë investime financiare dhe njerëzore, por mbi gjitha kërkojnë vullnet për t'i bërë. Fatkeqësisht, Shqipëria, ne kemi shembullin çfarë ndodhi në gusht, me pjeshkët, domatet e gjitha këto, dhe rezulton që pjeshkët janë ngarkuar me element e keqja vinte nga uji, që vinte nga një distancë largët nga vendi ku prodhohen pjeshkët, por fermerët përdorin atë ujë të lumit të shkumbinit. Po nuk ka asnjë gjë të keqe, por edhe në kushte sikur të mos kishte prodhim pjeshkësh, domatesh e tjerë, mjedisi, pra inspektorët e mjedisit në Elbasan, besoj se i kap Elbasani, nuk e di si qarë kush i kap ato, duhet të kontrollojnë nivelet e pastërtisë së ujit të lumit osum. Më falë, shkumbinit. Dhe kjo është pra, në këto kapituj, këtë kanë. Ky është problemi kryesor i joni. Ne me të vërtet i hapim, dhe është shumë fantastike për ne, që ne po hapim kapituj. Por me rëndësishme është i mbyllim. Po çështja është të hapim kapituj dhe të fillojmë negociatat reale. Dhe punën në teren. Ne nuk kemi filluar asnjë negociat reale. Hapim kapituj, shumë mirë, shumë mirë. Duhen përgëzuar gjithë ekipi që punon për këtë. Çështja është, a është bërë ndonjë hap konkret? Dhe në qoftë se po flasim për këtë grup kapituj që merret me mjedisin. Ky është një nga grup kapitujt më të shtrenjtë, sepse kërkon investime shumë të mëdha. Parat mund të jenë në Bruksel? Dakord, në Bruksel, Brukseli është shumë i gatshëm që të ofrojë mbështetje financiare. Ju thash para se të hynim në intervistë që Polonia, që është Poloni, ka hyrë në vitin 2004 në Bashkimin Evropian dhe kapitullin e mjedisit, këtë grup kapituj pra, e ka mbyllur në 2017. 13 vjet më pas. 13 vjet mbasi ka hyrë në Bashkimin. Dhe kam përshtypjen kushtet kanë qenë më të lehta në atë. Shumë herë më të lehta. Tani jemi në tranzicionin e gjelbër. Shumë herë më të lehta, po flasim për distanca kohore të mëdha. Dhe imagjinojeni pra, por mbi gjitha këtu duhet vullnet politik për t'i bërë gjërat konkrete. Integrimi evropian nuk është sasi, është cilësi. Patjetër. Në qoftë se flasim për gjitha integrimet që ka pas Shqipëria në këtë mbas viteve 90, pra po fillojmë me OSBE-n, Këshillin e Europës, NATO-n, kryesisht ne kemi thënë që i kemi bërë detyrat e shtëpisë sepse kemi miratuar ligjet që ato kanë kërkuar. Por është zbatimi i rëndësishëm. Por tashmë jemi në fazën cilësore, kërkohet zbatim. Dhe kur jemi tek mjedisi, kjo është shumë herë më e madhe dhe më konkrete. Pra, do kemi kapituj ne që do të qëndrojnë të hapur edhe pasi të mbyllim negociatat zyrtarisht dhe të kemi periudhë tranzitore mbase 5 apo edhe 10 vite? Po kjo varet nga... Varet nga ata? Jo, varet edhe se ekipi negociator shqiptar ç'a kërkon, sepse duhet dish edhe ç'a të kërkosh. Pra, në negociata, kur shkon në Bashkimin Evropian, për arsye objektive, por edhe subjektive, po kryesisht objektive, negociatorët duhet kërkojnë zgjatjen e afatit të tranzicionit, kështu quhet afati i tranzicionit. Pra, këtë mund ta kërkosh edhe mbasi të bëhesh antar. Pra, është në varësi tonën, pra që të paraqesim argumenta
Argumenta Se po kërkojmë shtyrjen. Patjetër, argumenta po bindës ama. Sigurisht. Që ne të kërkojmë tranzicion më gjatë. Qa do të thot tranzicion më gjatë? Do thot që akia europiane të hy në fuqinë në legislacionin shqiptar më vonë, por gjatë kësaj kohe, ne kemi marë fonde nga Bashkimi Evropian, kemi përgatit njerëzit tanë, pra inspektoret, po marim gjithmonë mjedisin, inspektoret e mjedisit, infrastrukturën, logistiken, pra që na duhet për këtë punë, dhe kur në momentin kur akia për mjedisin tjetë e zbatushme në Shqipëri, ne kemi të gatshëm të mos humbim më para dhe kohë. Pra tashmë, mbasi hyn ajo, do humbim parat tona, sepse është rasti i Bullgarisë dhe i Rumanisë, të cilat hyn në 2007 në Bashkimin Evropian, të cilat 2-3 vitet e para, nga që kishin bërë negociata jo shumë efektive, pra dhe tranzicionet ishin të vogla, akia hyri me një herë në fuqi, dhe Rumania dhe Bullgaria paguanin nga buxheti i tyre. Pra, që të mos të ndodhë kjo gjë, duhet jemi të përgatitur që në momentet e para. Zotja Liaj, ne folëm në lidhje me mbrojtjen e mjedisit që mund tjetë në kapitujt më të rëndësishëm dhe do doj investime si në kapital, si në para, ashtu edhe në burime njerëzore, që është me rëndësishmja. Mendoni se realisht do t'ja dalim, por do duhet njëkohësisht edhe më shumë kohë, sepse ne përmendëm vetëm një shembull, pjeshkët, por Shqipëria nuk është territori madh, por sërish ka nevojë për kontroll, ka nevojë për investime në drejtime të ndryshme në mënyrë që të mbrohet mjedisi. Në radhë parë, unë uroj shumë që ne t'ja dalim shumë herë më shpejt se sa ne mendojmë në përgjithësi. Kjo e tha edhe kryeministri në fjalën e tij që kemi një shans, që kemi Bashkimin Evropian. Pra po të ishim me një kontinent tjetër, nuk do kishim mundësi që të ishim afër Europës si që jemi tani. Por çështja është çdo gjë varet nga ne për momentin. Tranzicioni i gjelbërt, gjithë kapitujt pra që merren me mjedisin, kanë edhe një element tjetër. Nuk janë thjesht politika dhe zbatim politikash. Ka problematika edhe për shembull po marr një arsimin. Pse arsimin mund të thonë, mund të pyes dikush. Po arsimin sepse po të shikojmë ne sot në universitetet shqiptare, sa të hapura, sa kemi student në degët kimi, biologji. Pra në Gjirokastër, në Shkodër, në universitetet e Gjirokastër, Shkodrës, që ka pas degë kimi, biologji, janë mbyllur, ka vite që janë mbyllur. Në Tiranë, mezi mbijetojnë, pra me 6-7 student. Dhe ato student janë të një cilësie jo të mirë. Çështja është pse na duhen këto? Sepse mjedisi është i lidhur direkt me këto fusha. Janë burimet njerëzore që i përmendem. Nuk merrem as pak, nuk e diskutoj çështjen e fondeve, sepse Brukseli është i gatshëm për të paguar fondet për mbylljen e kapitullit dhe fillimin e akis, zbatimit akis komunitare në Shqipëri. Çështja është, siç e thatë dhe ju, tek kapacitetet njerëzore. Dhe ky është një problem shumë i madh. Dhe ky është problem 10 vjeçar tashmë. Shpeshherë në këtë drejtim kemi pasur mangësi të jashtëzakonshme. Po kjo është shumë e rëndësishme tashmë, sepse në qoftë se nuk ke student në kimi dhe në biologji, kush do punojnë në vend tyre? Nuk mund të importojmë në sektor që mund të jenë më pak të rëndësishëm, por në nivel shkence. Po s'ke, sepse duhet jetë me qytetari shqiptare. Pra, këto njerëz që do punojnë tek agjencitë rajonale të mjedisit, te AKU-ja. Po, ka problemet e veta gjithashtu. Tek shëndetësia, sepse shëndetësia është një nga fushat shumë të rëndësishme që lidhet me mjedisin. Tek turizmi, sepse na duhet edhe tek turizmi.
Na duhet tek industria lehtë dhe përpunuese, pra tek përpunimi i mishit, apo i frutave, apo i produkteve tjera. Pra, ku do i marrim ne këto njerëz? Dhe kjo është pikpyetja male. Sa më shpejt duhet investuar në arsim? Po duhet investuar, pra e shikoni se... Janë të ndërlidhura jashtëzakonisht. Duhet për teleshikuesit duhet të bëhet e qartë që ky nuk është një proces i lehtë. Kërkon një investim dhe një gatishmëri shumë të madhe nga gjithë ne që jemi shoqëri civile, qytetari i thjesht që bën atë punën e tij të zakonshme, biznesi, administrata publike, gjithë duhet jemi në një front. Do dalim fitues. Pra kjo është e rëndësishme që ne ta kuptojmë. Ne do dalim fitues. Por çështja është që duhet japim kontribut të gjithë. Duket, zotja Liaj, sikur një kapitull, për shembull, energjia e pastër mund të jetë disi e lehtë, sepse ne historikisht kemi pasur energji të pastër. Vetëm nga uji tani po investojmë tek energjia nga dielli, energjia nga era. Është një grup kapitull i lehtë. Është për ne duhet jetë më i lehti. Industri nuk është se kemi që të ndot. Për ne duhet jetë më i lehti, por edhe këtu ka problematikat e saj. Dhe lidhet e para me kapacitetet njerëzore, e tham çështjen e arsimit e tjerë, dhe e dyta është me atë që vetë kapitulli, konektiviteti, pra grup kapitulli, konektiviteti, pra me lidhjet që ne duhet kemi me vendet e Bashkimit Evropian. Ne kemi një linjë transmetimi me Greqinë. Po, interkoneksioni. Kemi me Malin e Zi që shkon në Serbi, por duhet kemi patjetër edhe një me Italinë. Dhe duhet pra që të investojmë në këtë, të investojmë. Kur flas për investim, nuk flas për investim parash vetëm. Jemi pjesë e rrjetit evropian. Që të futemi në rrjetin evropian. Po kjo ka të bëj edhe në këtë rast, ka të bëj me përgatitjen e projekteve. Me sa jam ndjeni, është edhe me Kosovën, rrjeti, dhe po punohet me Maqedoninë e Veriut. Kemi edhe me Kosovën, bursën e përbashkët të energjisë. Po, edhe po punohet me Maqedoninë e Veriut, me sa jam unë ndjeni. Çështja është, me të vërtetë kjo është e lehtë për ne, por është në kapitujt më të lehtë që ne kemi, por duhet i marrim gjërat seriozisht. Sigurisht, po nëse neglizhojmë, aty mund fillojnë edhe problemet. Sepse duhet mbajt rrjeti, do para për të mbajt rrjetin, do edhe kapacitete, pra duhet të mësohemi që të investojmë tek kapacitetet njerëzore. Është shumë e rëndësishme. Patjetër. Ndërkohë, tranzicioni i gjelbër, ne thamë që Bashkimi Evropian ka një objektiv për zero emitime deri në 2050-ën, madje ka vende të caktuara që individualisht kanë vendosur objektiva edhe më optimist, por disa të tjerë mund të kërkojnë edhe shtyrje. Ne kemi shumë nevojë për këtë tranzicion të gjelbër, sepse çdo gjë duhet jetë e gjelbër. Në dukje ne jemi një vend i gjelbërt. Pra në të vërtetë ne jemi vend i pastër, por kemi disa hotspot-e po i quaj, pika të nxehta, shqip, që prishin gjithë të bukurinë e pjesës tjetër. Ne përmendëm çështjen e produkteve bujqësore, por mos harrojmë që tek tranzicioni i gjelbër do ketë problematika për atë pak industri që kemi. Do ketë problematika për prodhuesit e agroindustrisë. Por mbi gjitha një ndër sektorët më të rëndësishëm që ka Shqipëria është turizmi. Dhe si vjet doli një e dhënë që ishte në mendimin tim ishte shumë negative për turizmin në Shqipëri, që ne rënditeshim të parafundit në Europë për pastërtinë e ujrave tonë. Dhe kjo është një kamban alarmi. Sigurisht. Një kamban alarmi. Nuk është thjesht vetëm përpunimi i ujrave të zeza. Ka të bëj edhe tek ato gjërat e vogla në dukje, pra ato shampot që janë nëpër hotele, ato sapunët që janë nëpër hotelet tona, nuk duhet të jenë me përbërje më të lartë kimikatesh se që kërkon Bashkimi Evropian. Sepse shkojnë në tokë, në lumë, në det. Dhe edhe kjo është një proces që duhet kërkon
kapacitete njerëzore, si që thash, nuk po merrem as pak me financat, sepse e ka tjetër kushet e punë, por me kapacitet njerëzore. Ne në gjatë bisedës sonë prekëm çështjen e arsimit. Pra, dhe këto janë kapacitetet njerëzore, por njëkohësisht është edhe subvencionimet që duhet bëj shteti, sepse bizneset shqiptare për momentin nuk e kanë atë mundësi. Pra, por duhet subvencionuar. Kur flas subvencionim, nuk flas vetëm për dhënje parash cash, apo në numrat e llogarisë së këtyre, por duhet patjetër edhe subvencionim për të trajnuar kapacitetet që kanë këto biznese, për t'i trajnuar dhe për t'i zhvilluar edhe më shumë në të ardhmen, sepse konkurenca do jetë... Konkurenca është shumë e madhe. Ne jemi në një zonë gjeografike që kemi Greqin, që është një nga vendet më turistike të Europës, përballë kemi Italinë, që gjithashtu... Në veri kemi Malinezi dhe Kroacin, një konkurencë e jashtëzakonshme. Prandaj, në qoftë se Greqia shpallet e treta për të tretin vit radhazi, për pastërtinë e ujrave e treta në Europë, ne jemi të parafundit, çfarë konkurrencë mund të bëjmë? Nërko jemi vimësiet njëjtit det, nëse marrim pjesën veriore të Greqisë. Çfarë konkurrencë ne mund të bëjmë Greqisë? Malizi është shumë herë më lartë se ne. Pra, ne jemi të parafundit, Malizi ishte diku tek vendi 20, në mos gaboj. Kroacia pa tjetër që është shumë lartë, është e pesta në Europë, pra rënditet e pesta, dhe atëherë me Italinë nuk po merrem se Italia dihet se çfarë është, pra atëherë çfarë do bëjmë? Dhe kjo është... Pra kjo do të thotë mbrojtja realisht e mjedisit. Po pa tjetër, po marrim vetëm një sektor, vetëm sektorin e turizmit. Turizmi që është në boom po që është sektori më i rëndësishëm besoj unë i ekonomisë është i pari aktualisht. Pra, produktet bujqësore që do ushqej turistët që do vinë. Dhe bujqësia është i dyti më i madh pas turizmit. Pra, janë gjithat lidhura. Pra, lidhëm turizmin me bujqësinë, me arsimin, me pjesën financiare që do mulohet pjesërisht nga Bashkimi Evropian, por duhet edhe qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare kryesisht duhet paguaj pjesën e trajnimeve. Pra, subvencionet duhet shkojnë tek trajnimi i kapaciteteve njerëzore. Pra, gjitha këto janë të lidhura me njëra tjetrën, unë uroj që Shqipëria dhe unë personalisht dua që këto gjërat ishin të mbyllura që në 2013, 2010. Ishin të kryera tash. Po, por jemi në këtë situatë. Arrim se po dëgjoja edhe parlamentin që tha në 2027 ne ti kemi të mbyllur kapitujt. Unë uroj shumë që të ndodhi kjo punë, po jam shumë skeptik. Janë disa sektorë si skeptik. Mjedisi që përmendëm apo edhe bujqësia, që duhen realisht shumë punë. Po më fal, se po përmendim bujqësinë. Bujqësia na e kanë mbyll fondet edhe për 2026-ën. Me dhe ka informacione që i pardi edhe mund të hapet në qoftë se çdo gjë do shkojë sipas parashikimeve. 2026 në shtator bëhet fjalë. Kështu që duhet edhe një vit nga tani. Po, e din sa ecë konkurenca, se ne kemi konkurencë të jashtëzakonshme nga Serbia. Prandaj fshinit dalin me çmime shumë të ulta bujqësore. Nga Serbia, nga Malizi, Maqedonia Veriut dhe nga Kosova. Pa hyrë këtu tek Bosnia-Hercegovina që ka një surplus shumë të madh të qumshtit dhe të produkteve tjera shtazore. Dhe jemi përsëri në një konkurencë shumë të madhe, sepse financojnë, subvencionojnë për bujqësinë. Dhe përjedhoj dalin me çmime më të lira dhe produkte. Po më thot një fshatar, një fermer në zonën e Myzeqes, që qumshti del me kosto 650 lekë. Del 1000 lira i importit. Qumshti vjen nga Serbia me 350 lekë. Tashi, ti bëjmë llogarit. Ndërkohë, ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, në këtë pikë ne kemi shumë kantiere të hapura. Autostrada Tiranë-Durrës, një pjesë deri në Kaçar, është miratuar bypassi i Tiranës, do të fillojnë punimet së shpejti, ka punime për një juglindje të Shqipërisë edhe drejt Veriut.
Në lidhje me këtë grup kapitujsh, ose me këtë, nëse marrim si me këtë kapitull, sërish jepet ko nëse do të kërkohet, sepse mund të jenë disa projekte që nuk mbarojnë për 2-3, mund duan më shumë vite. Patjetër që po. Sepse është koridori 8 që lidh Jonin Adriatikun me detin e Zi. Patjetër që po. Siç e thash, është aftësia e negociatorëve tanë që të paraqesin arsye objektive, por edhe subjektive, tek Komisioni Evropian për të shtyër pra për afatin e tranzicionit. Por çështja qëndron tek sa jemi ne të përgatitur për këtë. Ju dini shumë mirë që ka filluar që në vitin 2022, në mos gaboj, 31 kilometra Tiranë-Durrës, Hekurulla, Tiranë-Durrës. Edhe në fakt edhe në Rinës shkon. Akoma jemi po shkojmë drejt fundit 2025-ës dhe nuk duket që po përfundon. 31 km. 2027 në qoftë se nuk gaboj është afati për të mbyllur punimet. Ishte në 2024-ën, në pranverën e 2024-ës. U shtyr në pranverën e 2025-ës, tashti pas ka shkuar në 2027. Dhe punimet kanë shkuar diku te 80% e totalit. Pra, mbase për faktin që jemi ma afër BE-s, po na bën punojmë më intensivisht. Përsëri edhe këtu ka edhe një çështje tjetër shumë të rëndësishme. Linja Tiranë-Durrës, Tiranë-Rinas-Durrës, është linjë me një shinë ose me një trak, kur ajo duhet ishte me 2, që trenat pra nuk mund të shkëmbeheshin lirshëm. Pra, e kemi bërë këtë investim, pjesa më madhe është investim që vjen nga fondet e huaja, pra që është grant. Por, ne përsëri do kemi nevojë për më shumë, për të ribërë edhe një herë. Pra, tjetër, kemi marrë, Shqipëria ka marrë 278 milion për linjen përsëri hekurullore Vor-Hanihotit. Pra që të lidhemi edhe me Europën. Dhe kjo është çështja e kapitullit. Nuk kanë filluar akoma, është thjesht një plan, por nuk ka filluar asgjë. Negociatat për financimin në këtë është Banka Europiane Bergji për investim dhe zhvillim, që po jep një pjesë të mirë kredit buta, një pjesë po sigurohen nga fondet e Bashkimit Evropian. Nuk është çështja për të marrë këto para, se siç e tham, paratë është tashmë kur je në këtë fazë, është çështja më e lehtë për t'i marrë. Por çështja është tek zbatimi. Sot, nesër dhe pas nesër, në Podgoricë dhe në Tiranë, vjen një ekip shumë i rëndësishëm monitorimi të fondeve se si janë përdor fondet e Bashkimit Evropian. Për Shqipërinë. Në sektor të ndryshëm. Pra, monitorimi, ato monitorojnë çdo gjë. Dhe kjo është ajo çfarë duhet kemi parasysh ne. Tjetër, shumë e rëndësishme, na janë dhënë fondet, pra është miratuar fondi për hekurullën Vor-Hanihotit. Pyetja që shtrohet është sepse është koridori kaltër, interesi i Bashkimit Evropian. Dhe ne këtu duhet përfitojmë. Lidhja është? Po, ne këtu duhet përfitojmë sepse ideja është që të bëhet koridori kaltër, të vi nga pjesa perëndimore e Greqisë, të hyjë në perëndimin e Shqipërisë dhe të shkojë sipër deri në Sloveni dhe pastaj në Gjermani sipër. Pse ne bëjmë rrugë me koncesion, kur ne mund të marrim, t'i kërkojmë para tjera atyre? Sepse është interesi atyre, sigurisht edhe joni, por ato kanë interes për koridorin e kaltër, e kanë ato primar. Pra, këtu janë shumë pikpyetje që ne si qytetarë të Shqipërisë na shqetësojnë sepse nuk ecet në drejtimin që duhet. Dhe përsëri nëse do kthehemi tek pyetja juaj që ka të bëjë me mjedisin, si punohet në këto korridore? Sepse është e lidhur direkt me mjedisin. E mjedisit. Po, si punohet në këto korridore? Ne i kemi parë se si punohet. Pra që mos bëjmë shumë filozofi në këtë rast. Pra, këto janë shqetësimet kryesore. Unë uroj, siç e thash, që duhet ishte, kjo fazë kishte mbyllur në 2010-ën.
Jemi 15 vjet, 16 vjet mbrapa, Por rëndësi ka mos ta humbasim. po mos ta humbasim këtë tren. Po. Dhe duhet të shfrytëzojmë maksimalisht mundësitë financiare që na jep Bashkimi Evropian. Maksimalisht. Ne s'kemi pse të kemi frikë t'i kërkojmë atyre para. Sepse janë aty. Janë aty, janë të përcaktuara dhe në qoftë se ne nuk i marrim, ato para do shkojnë me i vend tjetër. Sigurisht. Zoti Aliaj, faleminderit që ishit. Faleminderit ju.